Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën shpjegimi i emrit të Allahu Gjelleshanuhu El-Kafi, i mjaftueshmi ose ai që mjafton. Vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na drejtohet dhe na thot kështu: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, transmeton Abi Hurairah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allahu posedon ka 99 emra. Mi'atan illa wahidan. Pra 100 pa një. Men ahsaha dakhala al-jannah. Kush i mëson ata dhe i numëron ata, do të hyjë në xhennet. Fjala ahsaha, që nënkupton numëron, pra i mëson dhe di ti numëroj. Në bazë të teksteve tjera që e shpjegojnë kuptimin e këtij hadithi, në veçantë kësaj fjale ahsaha, që i numëron këto, i din, i mëson dhe i numëron, din t'i numëroj. Kur analizojmë tekste që shpjegojnë këtë hadith, nuk është fjala vetëm të mësosh përmendsh, edhe të dish t'i thuash. Nuk është qëllimi i hadithit kush i mëson 99 emra dhe i thot, do të hyjë në xhennet. Por se qëllimi është ai i cili i mëson këto emra me zemër. Kjo është e para. E dyta, nuk mjafton vetëm unë t'i mësoj, t'i numëroj dhe t'i mësoj me zemër, po çfarë? Unë duhet ta di edhe kuptimin e atyre emrave. Edhe kuptimin. Pra Allah ka 99 emra, unë duhet t'i di 99 emrat e Zotit, po t'i di me zemër, po ashtu ta di kuptimin, domethënien e këtyre emrave. Qetra të besoj besim të paluhatshëm në këto, dhe çështja më kryesore edhe e fundit sa i përket këtij hadithit, se ai i cili i mëson 99 emrat e Allahut do të hyjë në xhennet, është të veprojmë sipas tyre në jetën tonë. Pra, çfarë kuptimi pas ka hadithi për selam, se ai i cili i mëson 99 emrat e Allahut do të hyjë në xhennet. Pra ti mësojmë 99 emrat, ti mësojmë me zemër, ti kuptojmë, të besojmë besim të paluhatshëm, dhe më kryesorja të punojmë dhe të veprojmë, të sillemi në jetën tonë në bazë të kuptimit domethënies së këtyre 99 emrave. Pra, nuk mjafton vetëm
ti thuash apo numrosh 99 emrat Allahu që të jemi nga banorët e xhenetit, por se duhet ndërlidhje mes zemrës dhe veprimit në bazë të këtyre emrave të Allahut të lartësuar. Një nga ato emra të Allahut të lartësuar, që inshallah do ta trajtojmë ne sot këtu së bashku, është edhe emri i bukur nga 99 emrat e Allahut, El Kafi, që në shqip i mjaftueshmi ose ai që mjafton. Pra Zoti e ka emru vetveten e tij me El Kafi. Pra Allahu është El Kafi. Çfarë kuptimi ka? I mjaftueshëm ose ai që mjafton. Po çfarë kuptimi ka hoxho ky emër? Çfarë nën kupton kjo i mjaftueshëm apo ai i cili mjafton? Kuptimi i këtij emri të Allahut të lartësuar është ajo se Allahu është i vetmi që mjafton për robërit e tij në të gjitha aspektet. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra Allahu i mjafton të gjithë robërve të tij, i mjafton Allahu nga çdo aspekt i jetës së njerëzve. Qoftë në mbrojtjen e tyre, mjafton Allahu, ai është i vetmi mbrojtës i tyre. Po ashtu, ju mjafton Allahu në furnizimin e tyre, në udhëzimin e tyre, në mëshirën e tyre, në çlirimin nga vështirësitë e tyre. Pra, në çdo aspekt të jetës son, Allahu është i mjaftueshëm. Qoftë për diçka të dobishme të nevojshme për ne, qoftë për largimin e diçka të dëmshme nga ne, qoftë arritjen e sukseseve, mbrojtjes dhe gjithçka që është e nevojshme në jetën tonë. Mirpo, tu është e rëndësishme për besimtarët musliman. Për besimtarët musliman, Allahu Gjelleshanuhu ju është atyre i mjaftueshëm edhe më shumë se sa nga njerëzit tjerë. Se të gjithë njerëzve, Allahu ju mjafton. Ai është i cili ju jep siguri, mëshirë, ushqim, furnizim, familje. Duam ose s'duam, ky është Allahu. Mirë po, besimtarve musliman, që i besojnë Allahut, ai atyre ju është edhe më shumë i mjaftueshëm duke krahasuar me njerëzit tjerë. Në lidhje me këtë, Allahu Gjelleshanuhu në një ajet kuranor duke na sqaruar neve këtë emër të Allahut, pra El Kafi mjaftueshëm, kuptimin e tij dhe rëndësinë e tij për besimtarin, çfarë thot Allahu në Kur'an? Thot: "Eleysa Allahu bikafin abdahu." A nuk është Allahu i mjaftueshëm për robin e tij? A nuk i mjafton Allahu që është gjithçka në sundimin e tij robit dhe ai ti drejtohet dhe ti mbështetet Allahut? Wa yukhawwifunaka billadhina min duni, ndërsa të tjerët mundohen që ju friksojnë me dikënd tjetër jashtë Allahut, ku ata tjerët nuk posedojnë send. Edhe atë që e posedojmë ne si njerëz, edhe ajo është përsëri nën komandën e Allahut. Nëse na mjafton Allahu, s'kemi nevojë për askënd. Ai edhe ata të tjerët do t'i dërgoj dhe do t'i qoj, do t'i shtijej
që të jenë nën shërbimin tonë nëse ne jemi të bindur dhe të mbështetur në Allahun se ai mjafton për gjithçka. Wa men yudlilillahu fama lahu min had. E ai cili nuk është i udhëzuar nga Allahu, s'ka kush e udhëzon. Pra merrni udhëzimin e Allahut, e nëse e marrim udhëzimin e Allahut, na udhëzon Allahu, s'ka padyshim askush që mundet të na devijon. Me një vend tjetër, o vëllezër dashur, duke na u drejtuar Allahu xhalleshanuhu, që ne t'i drejtohemi Allahut, që vetëm nga ai të kërkojmë el kifaje, vetëm nga Allahu të kërkojmë mjaftueshmëri në gjithë shka të jetës son. Allahu thot kështu: fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse njerëzit besojnë ashtu siç besoi Muhamedi alayhis salam dhe besimtarët, pra ashtu siç Allahu i lartësuar i urdhron. Wa in tawallu fa innama hum fi shiqaq. E nëse nuk udhëzohen njerëzit me udhëzimet e Allahut dhe ja kthejnë shpinën udhëzimeve të Zotit, ata padyshim që do të jenë në shikak, në përçarje, do të jenë në huti, do të jenë në kriza të ndryshme për arsye të kthjerjes shpinën mësimeve dhe udhëzimeve të Allahut të lartësuar. Fesejekfikehumullah, ndërsa atyre do t'ju mjaftoj Allahu, Allahu do të merret me ta. Wa huwa as-sami' al-alim, vërtet Allahu është gjithë dëgjuesi i gjithë dituri. Me një vend tjetër, vëllezër të dashur, duke na këshilluar Allahu i lartësuar që ne thellë në zemrat tona ta ngulisim mjaftueshmërinë e Allahut. Se nëse Allahun e kemi të mjaftueshëm për çështjet tona, s'na duhet askush tjetër. Dhe se nëse Allahun e kemi të mjaftueshëm, do të jemi ngadhnjimtar në të gjitha çështjet e jetës sonë. Ai Allahu na thot kështu: inna kafejnaka al-mustahzi'in. Thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur njerëzit talleshin me Muhammedin alaihi salam, e nënçmonin, po ashtu kur ishin në luftën e Tebukut dhe një grup munafikësh u tallën me Muhammedin alaihi salam, dhe pastaj e lajmëroi Allah Muhammedin alaihi salam dhe ju nda gati 1/3 e ushtrisë. Edhe gjitha këto tallje, këto nënçmime Muhamedi sa, çfarë i thoshte Allahu? Inna kafejnaka al-mustahzi'in. Të mjaftojmë ne nga ata të cilët tallen, të nënçmojnë dhe të pengojnë në rrugën e Zotit. Dhe kur Muhamedi alayhi salam ishte i bindur se Allahu i mjafton nga gjithçka dhe ju bind i tëri Allahu të lartësuar, vërtet Allahu e ngriti Muhammedin alayhi salam dhe ishte i mjaftueshëm Allahu nga sherri i çdo kujt i cili merrte guximin të dëmtoj, tall, shpif apo nënçmoj Muhammedin alayhi salam. Edhe nëse ne, o vëllezër të dashur, në jetën tonë veprojmë si veproi Muhammedi alayhi salam, e njohim emrin e Allahut El Kafi i mjaftueshëm, edukojmë shpirtin ton dhe bindjen ton se vërtet Allahu na mjafton në gjithë shka, ashtu si ishte i mjaftueshëm Allahu për Muhammedin alayhi salam, ashtu do të jetë i mjaftueshëm Allahu edhe për ne në të gjitha çështjet e jetës sonë. Me një ajet tjetër kuranor, duke na porositur, duke na këshilluar
Allahu i lartësuar, që ne të jemi nga ata të cilët do t'jenë sinqerisht, me zemër edhe me shpirt, të bindur në këtë emër të Allahut, që për gjithë shka na mjafton Allahu dhe ne atë do ta marrim të mjaftueshmin ton, padyshim që vërtet Allahu do të na mjaftoj në çështjet e jetës son, edhe të kësaj bote edhe të botës tjetër. Çfarë thot Allahu xhelle shanuhu? Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Allahu akbar. Shifni çfarë premtimi o të shtrenjtit e mi. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Ajet shumë i madh. Mësim shumë i madh, lumi ai që kap kuptimin e këtij ajeti, punon në jetën e tij me këtë ajet dhe do të sheh sukseset në jetën e tij. Pra thot Allah edhe një herë, wa man yatawakkal ala Allah, dhe kush i mbështetet Allahut, shif, dhe kush i mbështetet Allahut, çfarë do të kemi nëse i mbështetemi Allahut? Fa huwa hasbuh, ati i mjafton Allahu. Pra Allahu do t'ja hapë rrugët e suksesit, rrugët e fitores në çdo çështje të jetës së tij. Mirë po, me kusht që ne të jemi të mbështetur në Allahun e lartësuar, ashtu si që kërkon Allahu i lartësuar. Ndërsa, çfarë është mbështetja në Allahun? Çfarë është mbështetja që e kërkon Allahu, e nëse ne i mbështetemi, do të na mjaftoj Allahu dhe ai do të na rregulloj të gjitha çështjet e jetës son, ajo është mbështetja e zemrës te Allahu i lartësuar në arritjen e asaj që don të arrish. Kjo është punë zemre. Kjo është punë të cilën e duhet bëjmë kujdes, se nuk është nga punët të cilët realizohet me gjymtyr. Shif, mbështetja në Allah nuk është nga punët që realizohet me gjymtyr. Shembull, namazi realizohet me gjymtyr. E fal namazin dhe u kry. Agjerimi realizohet me gjymtyr. Nuk han, nuk pin, u kry. Mirë po mbështetja që e kërkon Allahu, e pastaj të na mjaftoj ai, ajo është mbështetje e zemrës, plotësisht në atë të cilën ai dëshiron të arrijë, ta mbështet zemrën e tij te Allahu. Pra vërtet të luftoj dhe t'i thot shpirtit dhe zemrës së tij se këtë mirësi që unë e dua, çfarë? Vetëm në dorë të Allahut është. Mirë po, këtu të zemra neve nuk jemi bashku duhet, këtë du ta përcjell për vete dhe për ju. Ne e dim për një sukses se është nga Allahu. Dhe na mjafton Allahu, nëse ne mbështetemi. Ama a i keni vënë re, ka njerë në zemrën tonë, për nëse shefi mishton mu, qka që fronga, sahatin, une di bëj këto, e në unë do bëj këtë, e në do bëj atë. Për nëse nuk mishton, këtu ne dështum në atë që e kërkon Allahu. Këtu dështum. Ku dështum? Se ne përsëri nuk e mbështetëm plotësisht zemrën tonë te Allah për diçka që ne e duam. Pra mbështetja e vërtet, e sakt, e sinqert që kërkon Allahu, është ajo mbështetje që 100% është e bindur zemra jon se atë sukses që unë e dua, atë e ka vetëm Allahu. Po ashtu në të njëjtën formë edhe largimin e të urryerës,
Nëse kemi një sprov, kemi diçka të keqe, ta largojmë dhe ta veçojmë zemrën tonë plotësisht, ta mbështesim në Allahun e lartësuar, se vetëm ai e ka në dorë largimin e saj. Po nëse ne qëtash, filan mjeku më duket të filan teknologjia e re, e ashtu e kështu e mendoj se ajo do më ndihmone. Jo. Ti do të shkosh me teknologjinë e re. Sa nëse nuk i merr sebepet, ajo ahmaklëk është, nuk ka të bëne me fen, s'ka të bëne me mbështetjen, është e kundërta e mbështetjes. Ti di marrish sebepet, po provimi i jon është çfarë ne ndjejmë në zemër. A jemi 100% në zemrat tona të mbështetur në Allahun, se vetëm ai mundet me na largu atë të keqe, ose kemi të mbështetur pak edhe dikund tjetër. Ti ti marrish sebepet, është qartë, aty s'kemi kundërshtim. Por ajo që kërkon Allahu prej nesh, që të na mjaftoj Allahu dhe ai ti ec punët tona, ne duhet ta edukojmë zemrën tonë që ajo të thot, të pëshpërit në brendin e saj. Çfarë të pëshpërit? Se vetëm në dorë të Allahut është largimi i kësaj vështirësie e kështu me radhë. Pra, me besim të plot në arritjen e sukseseve apo largimin e vështirësive. Gjithmonë e përsëris, mos keq kuptohemi, duke i vepruar shkaqet e lejuara. Duke i vepruar shkaqet e lejuara që të shpijejnë drejt atij suksesi. Pa angazhimin ton, ajo është haram dhe nuk presim ne sukses. Po pas angazhimit ton, këtu është provimi. A do të jemi që do të mbështetemi 100% me zemrat tona për ato sukseset e Allahut, ose do të kemi diçka tjetër. E nëse ne e arrim këtë edukim, që 100% të mbështesim zemrat tona në të gjitha çështjet e jetës sonë te Allahu, çfarë na garanton Allahu i lartësuar? Na garanton se ai do të na mjaftojë në jetën tonë. Për atë kanë thënë disa nga të parët tonë se për çdo punë, shihni sa interesant. Për çdo punë, Allahu i lartësuar ka caktuar shpërblim nga vetë lloji i punës. Dhe me thonë, për çdo punë, ka caktuar Allahu i lartësuar shpërblim nga vetë lloji i punës. Edhe ka thënë, nëse e bëni këtë, do ta fitoni këtë, nëse e bëni këtë, do ta fitoni këtë, nëse e bëni këtë, do ta fitoni këtë. Pra, për çdo angazhim, për çdo lloj të punës, Allahu ka caktuar shpërblim nga vetë lloji i punës. Ndërsa shpërblimin e tewekulit, shifni çash, kjo është shumë e rëndësishme. Të gjitha punët janë të caktuara shpërblimet e Zotit nga vetë lloji i punës. Ndërsa, kur e përmend Allahu i lartësuar shpërblimin e mbështetjes në Allahun e lartësuar, çfarë thot? Ai thot se unë do t'i mjaftoj robërve të mi. Pra nuk thot se nëse mbështetesh, do t'a jap këtë. Nëse e bën këtë, do t'a jap këtë shpërblim. Nuk e thot kështu. Po çfarë thot? Vetëm që këtë detaj ta kapim. Nëse ju i mbështeteni Allahut, jo që do të shpërbleme këtë, do t'a kthejme këtë. Jo kështu. Shif sa e madhe është, o të shtrenjtit e mi. Çfarë thot Allahu? Wa men yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Dhe ai i cili i mbështetet Allahut, i mjafton Allahu, jo shpërblim në një punë,
po i mjafton në të gjitha punët e jetës së tij, në të gjitha nevojat e jetës së tij, në të gjitha kërkesat e jetës së tij, në të gjitha largimet e vështirësive të tija, vetëm atëherë kur ne do të mbështetemi në Allahun me gjithë zemër, vetëm atëherë kur ne do ta dim emrin e Allahut El Kafi, se Allahu na mjafton, është i mjaftueshëm për ne dhe të bindur në të, atëherë do t'i shohim ne sukseset. Po derisa i lidhim shpresat edhe dikun tjetër, pra Allahu do të na lënë tek ata që ne i lidhim shpresat dhe nuk do të jetë i mjaftueshëm aq sa duhet. Pa atëherë kur ne do të mbështetemi te Allahu i lartësuar, ashtu siç duhet, atëherë Allahu do të jetë i mjaftueshëm për ne. Nga gjurmët e besimit në emrin e Allahu Gjelleshanuhu i mjaftueshëm janë të shumta. Pra ai cili i beson Allahut në emrin e tij i mjaftueshëm, El Kafi, edhe është i bindur në këtë formë, duke u mbështetur te Allahu në këtë formë që e shpjeguam, ky besim, ky emër do t'i lën atij gjurmë të thella në jetën e tij. Do t'i garantoj suksese mëromense në jetën e tij. Si gjurmë të parë është edhe ajo se nëse e di robi se Allahu Gjelleshanuhu i mjafton atij në furnizim, në mbrojtje, ndihmë, krenari, nuk kërkon ndihmë tjetër përveç te Allahu Gjelleshanuhu dhe nuk e lidh shpresën tek askush përveç te Allahu Gjelleshanuhu. A ka më krenari se kjo? Pra ai cili e din, e beson këtë emër, çfarë? Ai është i qetë, është krenar. Pse? Se ka lidh shpresën te Allahu, e di se Allahu është i mjaftueshëm, i vetmi për gjithçka, edhe ai vërtet do të jetë nga krenarët, do të jetë nga ata që është i furnizuar dhe nga ata që është i suksesshëm. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lidhje me këtë? Thot: "Wa man istakfa kefahu Allahu azza wa jall." Një hadith shumë i rëndësishëm. "Wa man istakfa", kush prej jush na thot, e merr për të mjaftueshëm Allahun, se gjithçka është në dorë të tij dhe mbështetet duke i marrë sebebet, çfarë garanton edhe pejgamberi sa, çfarë garancioni? Kefahu Allahu azza wa jall. Vërtet Allahu do të jetë i mjaftueshëm për çështjen e jetës së tij. Kjo është vëllezër pjesa e parë nga shpjegimi i emrit Allahu Gjelleshanuhu El Kafi, pra i mjaftueshëm, që mi shëndosh e mirë, inshallah taala, nga gjurmët tjera që i lën në jetën tonë ky emër, dija për këtë emër dhe disa çështje tjera që kanë të bëjnë me këtë emër, inshallah do të shohim dhe do të trajtojmë edhe javën e ardhshme, inshallah. Lutë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur, dhe cilësitë e tij të larta, në bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë dhe mbar besimtarët musliman nga ata të cilët vërtet ju mjafton Allahu në të gjitha çështjet e jetës së tyre. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.